Vllaznia e femrave fiton për të 13-ën herë me radhë titullin kampion. Bashkë me Emën, përjetuam nga afër këtë finale. Unë kam qenë gjithmonë. Gol! Dhe festuam me ekipin kampion. Vllaznia je më mira! Shpërndetin të shirojmë pak ditë pushimi herë, pastaj do të futen në merkato. Ne jemi një familje dhe besoj që ky është çështja e suksesit tonë. Çfarë ndodhi që nuk u pa nga ekrani? Ndiqeni të plot vetëm në Annale Sport. Flor. Ema, ku kemi ardhur sot? Te stadiumi pra. Ema rikthehet te pasioni vjetër, tifozja Partizanit rikthehet për parë futboll. Sa emocioni, shumë emocion. Po më duket fiks vetja si Georgina tani. O, sot jemi te finalja e gocave, këtu nuk ka Ronaldo se këtu luajnë gocat, por Ema mbetet Georgina, ta shohim si do shohë futbollin këtu te gocat. Po një kohë gjatë ti mungohet e stadiumi shqiptar ta kanë ndier mungesën me thënë drejtën. Me thënë drejtën po. Të sollat e finalja e gocave si duket. Faleminderit që unë jam e ftuara e nderit për sot për të parë një ndeshje kaq të bukur. Unë kam qenë gjithmonë. Gol! Çafati kamë, çafati kamë. Gol! Gol! Ai shefa Flori vetëm se erdha unë te ky stadium. Njeriu që si thot kudo që shkel ja. Bafrodhe botërore tani dhe besoj do kesh shumë futboll në jetën tënde për pak apo jo. Me thënë drejtën unë kam pas parë vogël shumë edhe kam qenë me Brazilin në botëror. Me Brazilin? Po, me Brazilin, ku pati po Brazili 8 gola apo Gjermania pati po Brazili. Ja ka po Gjermania Brazil. Gjermania Brazilit po ta qajt. Ke qenë dhe ti si ai tifoz që shtrëngoi kupën? U mërzita shumë. Këtë vit jemi me Brazilin prap. Jo, këtë vit, se di, do shoh kush nga ekipet është më i fortë, më atë do jenë. Deri tani sekondar, jemi një javë para apo? Po do shoh kush skualifikohet, domethënë. Komentoni me këtë duhet bëhet tema dhe jepni arsye për çfarë do të bëhet me atë ekip. Po, më thoni se cili ekip është i mirë për të qenë unë tifoze atje. Kush e meriton emën? Kush e meriton nga kombëtarët? Brazili, Gjermania. A do e lihet janë ndalen për futbollin, bëhesh futbollist? Jo. Pse? S'kam talent. Po mund ta provosh? Po s'kam talent, e di. Arbitre? Arbitre, nuk besoj, nuk më shkon. Nuk i shkon profilit tim. Dhe ku ka futboll goca ashtu mungon Angela si gjithmonë që ka qenë te emisioni jon. Angela, përshëndetje. Përshëndetje. E dija që do të gjej patjetër. Ema kishte një pyetje që më bëri para se të vinte, që mund ta bëj vetë tani. Tani pyetja ime mori një përgjigje sepse goca të bukura pas ka sa të duar që luajnë futboll, sidomos Angela që ka kokra yllit. Po për shumë kur je në fushë edhe ke thënë të gjatë, a ke rrezikshmëri që të thoj? Se këtan halle gocash, merr vesh vet. Po, kjo është një pyetje shumë e bukur, po që unë kur jam në kampionat i kam thënë gjysma e këtyre. Seriozisht? Thjesht, po, sepse ke shumë rrezikshmëri që të. Imagjino duke bërë gol, do të thënë ti je me topin, të syesoj në vend që të bësh gol, thua, thoj. E ke bërë këtë? E kam nuk ndodh. Ose të prishën flokët e kështu halle gocash, nuk e di në disa. Edhe unë për shembull po tisha duke bërë gol, me të syesoj, do e lija topin, do thua, thoj. Do mik të topi. Okej, tani sepse kur ti ishe aty harron diçka. Jam ushtarake, do jepja shpirtin për futboll. Unë duke folur, duke parë edhe E ndeshje. di që Angela luan me kombëtar? Me vërtet? Bravo ti që ke danoçë. Unë ngela vetëm nga që Ema po vazhdon më bëhet me Angelën për të bërë lojtare futbolli, nuk e di të ndrojë karrierën tani, por ka dhe 2 minuta lojë për të mbaruar dhe Vllaznia po fiton 2-0, ta shohim kur vjen trofeu tani. Vjet sfida përballë skuadrës Apollonis. Vllaznia 2, Apollonia 0. Vllaznia je më mira! Brazili je si Shqipëria!
Desha plasë nga kokë. Profe, kampionati 13 me radhë, nuk e di, këto fitore kur vinë me radhë, a dvelin pak apo çdo fitore është një lloj? Jo, të më thëmë drejten, sa herë që fitojmë, sa herë që arrim të suksese, aq më tepër në këtë oreksje. Është një fjalë vjetër që oreksi vjen duke ngarë. Dhe ne sa më tepër që fitojmë, aq më tepër kemi oreks që fitojmë nesër sa më tepër. Dhe ne nuk ne velim, sepse çdo titull kampionit ka mran punën e një vitit, ka djerse mundin këtyre vajzave stafit teknik, aq më tepër dhe stafit drejtues dhe të them të drejten, to kur arrin ai sukseset me merit janë jashtëzakonisht shumë të bukura. Objektiva tani janë Kupët e Evropës përpara, e di që Vllaznia ka shkuar, ka provuar dhe grupet dhe normalisht objektivat i ka të mëdha besoj. A besoj do arrijë edhe këtë vit ky objektiv? Shiko, është një objektiv që është arrit dhe është shumë e vështirë të arrihet, sepse kjo është dhënë edhe fatin mbrana, por ne të drejtën do të shijojmë pak ditë pushimi herë, pastaj do të futen në merkato, presidenca ka premtuar që do të bëjë një merkato të mirë dhe të shohim edhe pozicionet ku kena nevojë në skuadër më tepër dhe pak edhe fat më dhe të shohim që të lajmë gjurmë prapë në Champions League. Tani, futbolli i gocave, po thëmë, është pak ndryshe nga i çunave. Çka ka këtu të veçantë ekipi i gocave që ka këtë grind dhe vit pas viti merr fitore? Çfarë është ai sekreti i gocave? Të them të drejtën, më thosh edhe në fillim, kjo është një ekip që ja kena si familje, duke filluar nga stafi drejtues me president Matian Krylli, duke marrë të lojtarë e fundit, jena një familje madhe që punojmë gjithë për një qëllim dhe këto të binë sukseset. Përveç punës dhe disiplinës sportive normalisht. A mendon që në Shkodër kënaqen me këtë trofeu apo vazhdojnë kërkojnë me ngul me atë trofeu nga çunat që të kthehet në Shkodër? Pa diskutim që trofeu çunave do të ishte qershia mitort, pavarësisht trofeut tonë, si sigur shkodranët janë vel me këtë trofeu të vajzave, por e presim në padorim edhe të çunave. Jemi prapë në garë, matematika lejon. Inshallah, do Zoti i ndihmon edhe çunat. Dhe ndoshta mos i na bëna kam marrë për me fitu dhe çunat. Kampionati me numër 13 me radhë shkon në Shkodër. Si ndihesh që keni marrë 13 kampionate me radhë? Për ne është gjithmonë si hera parë, është privilegje dhe nder që të mbrojmë ngjyrat e Vllaznisë dhe të fitojmë trofe në këtë fanellë. Tani, në Shkodër pritet me ngul me trofeve i çunave. Nuk e dia pret edhe ti që të vi këtë vit apo beson viti tjetër. Ne kemi vite që i mbështesim edhe ekipin e djemve dhe kemi vite që presim që ta festojmë së bashku. Shpresoj që të jetë ky viti, ata mbështetjen tonë kanë edhe ngelet gjithçka për të parë në fushë. Cili është sekreti do na thuash me që kampionati mbaroi? Si ka qenë harmonia te Vllaznia gocave? Kush ka qenë lojtare, po them që ka mbajtur më tepër me gallat gjatë vitit. Këto gjëra të bukura duam ti. Ne jemi çelësi i suksesit tonë është harmonia e grupit, edhe mund të them që një ndër to është Arbiona, e cila e mban gjithkohon grupin duke qeshur, e mban bashkë, edhe kur kemi atë kishkuptimet e vogla shuhen me njëra aty, kështu që grupi, ne jemi një familje, dhe besoj që ky është çelësi i suksesit tonë. Jam këtu me një nga vajzat që dhan fitoren e kampionatit Vllaznisë, është nga Amerika, fakt për luan me Vllazni, çfarë kombinimi i bukur. Hello. Hi. It was a nice championship you win, yeah? Yeah. How do you feel? I feel really good. It's nice to see all of our hard work pay off, so it feels amazing. So you were born in Florida, yeah? So I was born close to California, and then my family moved to Florida when I was like 15. And you live in Shkodra now? Yeah. How do you feel in Shkodra? It's a beautiful city. I like it. Everybody's so nice and friendly, and it's such a homey feeling, so I really like it. Will you go back to Florida for World Cup, or maybe we want from Shkodra? Yeah, there's some games in my hometown, so I'll be there to watch the games there. You fan of? A fan? In World Cup? The US. US? Yeah, of course. You think they will go through? Yeah, of course. Final? Yeah, of course. On final? My sister plays for the national team, so... Yeah? Yeah. On national USA team? Tell her I want to go to watch the World Cup. Yeah, I know. I've been telling her. She's I want visa. Thank you. Congratulations. Thank you so Bye. much. Por e pa nga stoli sot për ndeshjen tjetër. Si ndihesh? Si gacmojnë gocat dhe ka falë, jo unë. Gocat po të gacmojnë. Po më mirë, nuk lodhesh. Më mirë se tribun. Jo. Pa çka, faleminderit. Pa çka se ishte stol trofeu prap medaljen e more. Në Shkodër po e çon trofeun. Si ndihesh? Jem shumë mirë. Shumë e lumtur që E goca i do bë me hile. s'ka gjan, nuk më intereson për ta. Wow. Jem shumë e lumtur, normal, se më rëndësi ka që ne kena fitu, ekipi jon ka fitu. E vërtet. Ti si ndihesh? Ndihem shumë emocionuar, pasi është trofeu jemi parë me Vllazninë e Madhe.
edhe inshallah shumë tjerë. Me që gocat po mendoni që luajnë mjaftuar mirë dhe fitojnë kampionatin, ta shohim a mundi do të kampionin e vërtet në këtë fushë. Hajde goca. Hajde. Edhe imagjinoja me Jinx me atlete. Do e ke jashtë. E ke jashtë, more. Ore e ke jashtë. Hajde. Hare, hajde futu ti me rastë, tani ja, me portierën e kam tek e tek, se është portierë edhe vetë. Hare! Jashtë! Me telefon dur, ti ja jetën. Bravo, unë e gole. Ha? S'ke turp. A unë e gole, s'ke turp. Po si tu hapën dyert, o Flor, sa hyrën stadion, Tani- zona VIP direkt. A të hapet dyert të kur vete shpitate? Po, Po dhe mu hapa dhe shpitime, pra. vërtet. Po, Stadiumi shkej me gjithmonë, parë. kur them Flori, gjithmonë e lidh me futboll, me stadium, me tifoza, domethënë Ti se mje nga futbolli, për ka tjerë që me lidhin me me shumë gjëra tjera. thana tjera. Ah, Flori, çfarë kyç? Hajde, do bëjmë foto me ju me që fito t'ju, nuk fito vau. Po ku pa ku është? Kupën nga kam pjau. Kupën nuk e lëshojnë deri Jo, në more. mrames. Deri në mrames e lëshojnë. Okej, tani do bëjmë një trend me ekipi kampion, nuk e di, Skuba, është edhe TikTok, do bëja. Po duhet dhe Kuba që dalim më... Ándale.